Ministrisë së Arsimit i kanë dhënë vetëm drejtori. Kush po zgjedhet, kush nuk po zgjedhet. Telashet me kulmin e institutit janë që nga viti 2020. Për një mandat plot 4 vjeçar, Arbria Nagavcit nuk i ka interesuar asnjëherë rrethonat e punës në institut. Sa Ministrisë së Arsimit i intereson vetëm kush zgjedhet ushtrues detyre ose kush zgjedhet drejtar. Ne në institut kemi telashe edhe shumë të mëdha. Më thonë, kemi telashe me kulmin, shpërthime që është i paregulluar me vitet të tona, nga viti 2020, nëse merrni pamjet të xhirimit të pjesë tash po kalojmë ande. Tash kalojmë atë dhe e vrejni që Ministrisë së Arsimit i kanë dhënë vetëm drejtori. Kush po zgjedhet, kush nuk po zgjedhet. Ma jep mosion. Një serim të fundit ndoshta telashet me kulmin e institutit janë që nga viti 2020. Për një mandat plot 4 vjeçar, Arbria Nagavcit nuk i ka interesuar asnjëherë rrethonat e punës në institut. Si pasojë e këtij degradimi, këtij mos interesimi nga Ministria e Arsimit, tash do t'i shohim pamjet, do ta shihni gjendjen e vërtetë se në çfarë kushte kemi punuar dhe punojmë ne, ndërsa Ministrisë së Arsimit i intereson vetëm kush zgjedhet ushtrues detyre ose kush zgjedhet drejtar. Ju ftoj të kalojmë më herë në sallën ngjitur dhe në zyre të tjera.